Hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu dhe i tha: "Ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj?" Ai më të fol për lutje, për dua. Zakonisht njeri ka mundësi mu lut për dhe s'di çka me lut. Pejgamberi sa më ka ardhur më na mësu çish mu lut. Tha: "Ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj?" Tha: "Selillaha al-afwa wal-afiya." Tha: "Lutë Allahun me ta dhon afuin edhe afien në dunja edhe akhirat." Tha: "Lutë Allahun me ta dhon afuin edhe afien në dunja edhe akhirat." Dhe një numër i madh i njerëzve neglizhojnë dua, harrojnë se çelësi që i ka humb në rregullimin e problemeve të veta është e Zoti. Andaj çelësi i krejt zgjidhjeve të problemeve tona është te Zoti i Madh te bareke ve teala. Jo rastisht parë të muslimanëve luteshin shumë te Zoti i Madh xhel xhelalu. Edhe ata ishin të mëshëm, më të mëshëm se na. Edhe ata ishin punëtor, më punëtor se na. Ata e çliruan në dunja, ata e përhapën Islamin në dunja. Ata ishin të zellshëm, ishin me takat, kishin fuqi. Megjithatë luteshin te Allahu subhanahu wa taala. Luteshin shumë Allahun xhel xhelalu. Andaj i pam lutjet e Abdullah ibn Mas'udit, Abdullah ibn Omerit, Anas ibn Malikit, e kështu me radhë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ndalet pranë një peme e të cilës i ishin tha gjethët. Edhe e merr atë degën dhe e shkund. E shkund një herë, nuk bin gjethët. E shkund për s'dyti, nuk bin gjethët. E shkund për s'treti dhe gjethët bin. Edhe e merr këta sa për ilustrim pejgamberi alayhis salam për t'i tregu muslimanëve. Pastaj thot: "Inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah." Vërtet fjala subhanallah edhe alhamdulillah edhe la ilaha illa Allah i shkund gjunahet që shkundi kjo shkundje degët e këtij trungu dhe këtij druni dhe i gjujtin to. Pse ja u tha këta? Që të tregoj se çelësia e dhikri, çelësia e lutjes, ti kur thu subhanallah, i madh është Zoti dhe i pasën nga tmetat. A mundesh me paramenu me të bë kabull ti kjo dua, ky madhrim dhe kjo lëvdat për Zotin e madh, sa t'jep Allahu subhanahu wa taala. Kur thua alhamdulillah, të gjitha mirënjohje dhe lavdit dhe përsosmërit janë vetëm për Rabbul Aleminin. Kjo është lëvdat për Allahun. Dhe kur thu la ilaha illa Allah, s'ka Zot që meriton me hak adhurimi përveç Allahut madh xhelle xhelalu. Tha pejgamberi sa çdo tri fjalë, nëse lidhet robi për to dhe i thot ato, ja shkundin gjunahet që i shkunda unë këto deg, apo një herë nuk u shkundën, dy herë nuk u shkundën, ama ti nuk hek dorë deri të bin gjethët, mos hek dorë deri të pastrohesh, mos hek dorë pi namazit, pi agjërimit, pi zeqatit, mos hek dorë pi punëve të mira deri të shkundësh mirë gjunahet, apo mos hek dorë pi duajës. Nuk ka mundësi Zoti ti me të lënë pa përgjigje. Ka mundësi dhe qaç ka sa të ta dhonë deri tash se ka vaktin. Vjen ma vonë ta jep. Apo ta jep në kohën më të përshtatshme për tyje. Zoti gjithmonë e këshir interesin e robit. Ai sfiton kur gjapi pi të mirave që ka jep robërve. Krejt interesi është i joti. Andaj shiko pejgamberi me mor këtë për shembull shkundjen e degëve. Hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se një njeri erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj?" Ai më të fol për lutje, për dua. Zakonisht njeri ka mundësi mu lut për dhe s'di çka me lut. Pejgamberi sa më ka ardhur më na mësu çish mu lut. Tha: "Ja Rasulullah, cila është lutja më e mirë që mund ta bëj?" Tha: "Selillaha al-afwa wal-afiya." Tha: "Lutë Allahun me ta dhon afuin edhe afien në dunja edhe akhirat." Shkurt, lutë Allahun me dhon falje gjunahesh edhe me të rujt pi sherrit në dunja në akhirat. Pak e la nesit shkoj te pejgamberi alayhis salam, tha: "Ja Rasulullah, cila është duaja më e mirë?" Me shpresë se pi thot diçka tjetër, se njerëzit mendojnë se nëse zgatet një muhabet, nëse tjerët një muhabet, nëse tjerët një fjali, ajo bëhet më e mirë. Në realitet ajo kanë gjesh këtë mirën çaty. Erdhë dhe i tha: "Cila është doja më e mirë?" Tha pejgamberi: "Selillahi al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah." Lutë Allahut me dhon af edhe afie. Apo falje mëkatësh dhe me dhon siguri dhe mbrojtje nga sherrët e kësaj bote të ahiretit. Tha dunja dhe në ahiret.
Edhe pastaj ja hekja të zhikin që ka i metë se djelë të duk pak. Tha me të bo, me të adhon Allah që të dijat këtë mirët dunjas t'i ka adhon dhe për këtë shërrave të ka largue. Qka është af edhe afuje? Af është me t'i shli gjunat. Me t'i shli gjunat. Po dikush thot çka i bie mu me më dhonë khajr nëse ma fal gjunajn. Ha, çka i bie? Të ndërum xhamat. Me ta fal gjunajn i bie se një gac e helmit, një lan djekse mrena tije prat me shpërthy. Një helm prat me dhon efektin e vet. Ti e ki bo një gjuna. Që i bie çfarë të ndërum xhamat? Kur e ban ti një gjuna, ti e ke bo një pull hazër për me shpërthyje, për me shkatru këtë jetën tëne. Ajo pull, po nuk u menagju, po nuk u largu, po nuk u neutralizu, ajo veç i duhet dikush me a gjithë momentin me të helmue. Ti e ke bo gjunaj. Apo, qka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Lutë Allahin me t'i hek qëto pulla, qëto helme. Këto helme na vet i bojna. Kur ti e ban një gjuna, para me ndoti me pi një got uj apo një got lang, çka do koth me pi? Edhe me të lajmëru dikush masi e ki pi ti ketë ata, me thonë na i ban Allah akon e helmume. Akon e helmume. Qish njësh? Qish bë akon e helmume? Ti i merë këti natë ato çka e kanë di që helmume ose kanë pas mundësi me helmu. Qish me më keni helmume? A pse njëherë nuk e morë na i nati vetën që i bojmë gjunahe ato këtë helmume? Nuk ka gjunave se në ta ka helm. Nga helm. Allahu Gjellë Gjellë thot, na ja falë na shumë për i gjunave, se me ba me dhona jo efektin, ti shkatrosh. Mi ba mi morë Allahu për gjunave njerëzit, i shkatron. Ama Allahu falë shumë, qka tha pejgamberi selam? Lutë Allahin me ti neutralizu qëto. Ti neutralizonaj, apo? Ti shkon të mjeku të këshyra ki pas një virus, të ka pas mundësi me mu përshëndeti me neve. Ama, shqyqyr Zotit, elhamdulillah, shpoto e largun virusin. Qysh njësh? Një virus i vogël. Një virus i vogël nuk shijet me zi. Apo ta ip me temperaturë çrregullone, ti ban këta dëmtimet. Edhe në fund çka thu? Çka të bash? Çështja e gjunat. Pastaj el afia. Çka është afia? Afia është mbrojtje. Afia është siguri. Tha lutë Allahun me të siguru mos të troke diçka. Tash një herë largove, tash mos të vënë tjetra. Mos me ta mundsu Allahu mu të afrua keqja hiç. A di sa e madhe kjo? Ki njerëzit dojnë me mri qëtu. Çka të duhen parë nëse s'kish net? Çka të duhen parë nëse s'ki siguri? Ti mundesh me pa, a mundesh me paramendu ti me pas shtëpinë, ama nëse të dush me dal, mos ka problem jashtë. Mos po mbandam dikush. Kë nuk jetohet kështu të ndërum xhamat. Çështja janë raporti me gjunat. Ti e ki gjunajin që e ban vet. E ki nefsin që nxit ka e keqja. Edhe e ki shejtanin që tre hazë. Xhozi e sjellin një shembull për ta kuptuar këtë. Tha ti ka mundësi me shku te një dostëjoti në shtëpi. Edhe në bord del qeni zagar për me rujt shpijen. Edhe të sulmana i tyje. Njeri meqëm shka ban? Kish kutit ti me një ven ku fshat ka qenaj. Dhe aruna i shpijen. A i nuk nje tyje, të sulmana i tyje. Njeri meqëm thot Ibn Gjauzi rahimahullah qka ban? E thirë pi largë zotninjë. Thot o zotninjë nale qenin. Heke qenin. Sa je një zotninjën e vetë, lërgohet. E thot ai i cili ja merr menja që ka takat, ja merr Zoti mend, çka thot? Shtinjet me qenin. E i shkon dikte që ti të mor me qenin. Hek na don, harke don. Hik na don, hik e don. Pse? Ai më çka thot? O zotni, hek ma qenin bi këtu. Andaj, kjo dunja ka shumë sharr. Ka shejtana, ka e gjine, ka njerëz sharraxhi, ka njerëz që ti thu, çish minal më unë këtë këto? I drejtona Rabbul Alaminit. O Allah, i kin dorë ti këtë çto po, nali. Çka i tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Me ta dhon Allahi afuin, edhe afijetin, shlirin e gjunave, edhe mbrojtje dhe sigurin nga të këqijat, ti kish pështua. Me trujt Allahi pi gjunave tua, pi sherrit nefsit tan, edhe pi sherrit shejtanit çka të nxit, çka duhet ti të shka. Për këtë arsye, shikoj të ndërum xhamat, është mirë me ditë çka me bë lutje. Kështu i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lut Allahin, o Allah, mos mi jep efekt gjunave të mia. Me bo Zoti mi dhon efekt gjunave, një gjunave veç mi dhon. Me dhon Izra Allah i thot, jepi efekt gjunave të qiki. Shkatërrohet jeta. Ama e shep sa ajo është i mëshirshëm Allahu. A mundesh me paramenu ti e ki pi helmin, edhe shkon te doktori dhe ai thot ta kena nxjerr këtë. Rri rahat se s'ka. Nuk kena lën as një pik helmin trupin tan. A ti e di se ai helm me pas nejt edhe pak, ti shkon ec.
Andaj të ndërum xhamat, ta lutim Zotin e Madh, Allahut na ruan pi sherrit, na ruan pi të këqijave, na ruan prej xhineve, na ruan prej shejtanëve, na ruan prej shejtanëve njerëz, të cilët kanë sherr brenda shpirtit të tyre, na ruan Allahu nga çdo e keqe në dunja e në ahiret. Kur të pastrohet oborri, pastaj vijnë rendet e të mirave.